Nga poetja Manushaqe Ismailaj kam përzgjedhur poezinë Zëri i mërgimit. Në cep të një këndi qëndroj, e heshtur, e ngrirë, e stepur. Në dorë një libër shfletoj, çdo faqe më flet me zë të tretur. Sa shumë më futi në mendime, në to gjendesha edhe unë. Një mike ma dha me kujtime, mos i shvallën për shpirtin tim, apo për këdo që endet në rrugë. Ngjarje të rrithnin, unë lotoja. Shikoja autorin me mall, si shte libri im, por kuptoja se mërgimi na prek të gjithëve njësoj. Në mendje, unë ngulit historia, me laps mbajta shënime plot, me sy të lagur nga nostalgjia, mendova. Mos vallë kjo jetë është jetë e çdo mërgimtari sot? U thash miqve ta lexonin, se brenda ka dhimbje e dritë. Kjo jetë atyre që largohen, që mbajnë në zemër dy vende për jetë. Dhe librin e mbylla ngadalë, si mbyllet një plagë që zguxon të flasë. Në heshtje ndjeva një ngrohtësi të rrallë, se dikush tjetër historinë time po e përqafon pas. Atëherë, buzëqesha lehtë, pas zë, se fjalët na lidhin edhe kur jemi larg. Mërgimi s'është vetëm rrugë në hije, është urë mes zemrave që rrahin njësoj në çdo prag.